Përshëndetje dhe mirë se erdhët sërish edhe në një iftar tjetër të jetë shëshëm, receta tradicionale, duke filluar nga sarmat, buka, supa e kështu me radhë. Fillojmë me recetën. Fillimisht marrim mishen e viçit edhe ndajmë në pjesë të vogla, siç mund ta shikoni këtu. Kështu po e ndaj për shkak se më lehtë pastaj do të zihet mishi edhe s'kena nevojë shumë me kavardis. Pra recetën e sarmave po e përgatis me mish viçi, jo me mish të bluar, edhe pse mund ta bëni me mish të bluar nëse doni. Krejt këtu kam parafërsisht 800 gram mish viçi. Në tigan po shtojmë pak vaj. E pastaj do shtojmë edhe mishin. Vazhdojmë mishin e përzim edhe e lajmë që të filloj pak të kavërdiset. Po vazhdojmë po shtojmë krypën, një lugë të mesme me kryp. Shtojmë një lugë të mesme me veget. Pak biber të zi. Po vazhdojmë edhe po përzim pak mishin edhe po e la të kavërdiset pak. E pastaj shtojmë edhe qepën, por po e vreni që veç ka fillu me lshu lëngun mishi. Tash pasi që është kavërdisur për 5 minuta, shtojmë edhe 2 qep. Edhe do ta kavërdisim sërish mishin së bashku me qepën. E pasi qepa të zbutet mirë, unë po shtoj pra 2 gota me oriz. Këto janë gotat që i kam përdor për orizin. Janë gota nga 200 ml. Orizin e kam pastru mirë me ujë. Krejt në fund e shtojmë një lugë të gjellës me biber të kuq. Edhe tash po vazhdojmë edhe për 2 minuta me përzi e pastaj e kena gati. Do të vazhdojmë vetëm se me mbushjen e sarmave. Po marrim fletat e lakrës edhe po i mbushim sarma, por së pari do i ndajmë kështu për gjysmë. Tash vazhdojmë e shtojmë orizin me mishin, edhe kështu vazhdojmë formojmë sarmat. Sarmat nuk do t'i bëj shumë të holla, por do t'i la pak më të plota, edhe vetë do t'a vreni se vërtet do të kenë edhe pamje, por edhe do të shijojnë shumë. Unë ju them se nëse e përgatisni këtë recetë, të gjithë familja do t'a pëlqej, sepse vërtet shijojnë shumë sarmat, janë tepër të mira dhe çëshme dhe sigurisht edhe për një iftar, pse jo, ja vlen të provohen, sepse bëhen shumë të mira. Tash kështu po vazhdojmë me krejt çka kena orizin edhe mishin. Tash varet se sa kena përgatit edhe të shohim krejt në fund se sa sarma do të na mbushet të nxjerja ose tepsia. Kena me përgatit edhe me zi lakrën. Pra vazhdojmë edhe bëjmë mbështjelljen e lakrës në këtë mënyrë. Pasi të përfundojmë, vazhdojmë edhe në tenxhere shtojmë pak gjethe të lakrës. Kështu kjo nuk e le lakrën me u djeg, edhe i rendisim të gjitha sarmat afër njëra tjetrës. Unë besoj se kjo recetë është e njohur për të gjithë, por shpresoj që për fillestarët do t'i kryej punë shumë, pasi që krejt masat janë të sakta, edhe krypa edhe krejt, kështu që ju them përgatesna edhe për veti, por edhe për mysafir. E në ndërkohë po shtojmë edhe ujin, pra duhet t'i mbulojmë me ujë mirë, edhe në fund e shtojmë prapë gjethe të lakrës. Dhe kjo ju ndihmon sarmave që mos lëvizin gjatë zierjes. Vendojmë edhe një pjatë, edhe tash krejt e lajmë kështu që të zihet. Unë gjithmonë sarmën e zi ngadal, ndoshta për një kohë pak më të gjatë, por kështu sarmat nuk e prishin formën edhe zihen shumë mirë. Veç tash procesi i zierjes besoj që është edhe pak nga fundi, por prapë ne do t'i shikojmë se si po zihen. Po e vreni që ujin e kanë shterë, edhe tash duhet t'i shtoj ujë edhe pak, pra uji duhet me ju dalë mbi sarmave, që krejt sarmat të zihen në të njëjtën kohë.
do ta kontrolloni pra kohë pas kohe ujin. Edhe tash sërish po i la që të zihen. Pasi që të zihen, tash vazhdojmë edhe i largojmë nga tenxherja. Ndokush i han kështu nga tenxherja ashtu të ziera, me njëherë në pjatë, por që mua më pëlqejnë që t'i shti edhe pak në furrë, pra që të rreshken mirë. E tash po e shikoni që sarmat janë gati, janë zi, nuk ju ka prish forma as pak, po e vrejne. Janë tepër të mira kështu, besoj që edhe shije do të kenë shumë. Unë ju garantoj për krejt recetat që po i përgatitni edhe ju kështu si unë dhe ja vlen pra. Një iftar tepër i mirë, i shishëm, i lehtë edhe tradicional. Pra do i vendosim të gjitha në tepsi e pastaj do të vazhdojmë edhe do të shtojmë edhe pak gjalp mbi ose vaj të djegur. Në këtë rast dhe për këtë recetë po përdorim gjalp, 100 gram gjalp, të cilin po e la që të shkrihet, pra të nxehet. Pasi të nxehet, do të shtojmë edhe biber të kuq. Tash vazhdojmë edhe shtojmë biberin e kuq, afërsisht pra një lugë e mesme. Tash e kemi gati dhe vazhdojmë, shtojmë tek sarmat. Sarmat e gjitha do t'i lyej me gjalp, pra me yndyrë, sepse sërish do t'i kthejna në furrë. Do t'i la atë që të rreshken mirë, edhe do ta marrin ngjyrën, por edhe gjalpi vërtet do t'i jep shije shumë. Mundeni me përgatitë edhe me vaj, nëse nuk keni gjalp në shtëpi, po nëse keni, mos e lëni pa e provu recetën kështu. Vazhdojmë, i lyejmë mirë, e pastaj krejt në fund, pra e kthejmë edhe një herë tepsien apo sarmat në furrë në temperaturë 200 gradë, edhe aty i la që të rreshken mirë. E në ndërkohë po përgatisim samunat. Në një enë po shtojmë 20 gram maja buke të freskët. Këtu shtojmë një lugë të mesme sheqer, 2 gota me ujë. Gotat janë nga 225 ml. Vazhdojmë edhe e përzim mirë ujin, së bashku me majën e bukës, edhe shtojmë miell. Pak miell e përzim edhe në fund krejt shtojmë krypën, edhe kësaj recete do t'i hedhi një lugë të gjellës me kryp. Po vazhdojmë edhe po shtojmë miellin gradualisht nga pak derisa të formohet brumi. Në total për këtë recetë mua mu deshtën për afërsisht 550 gram miell. Pra brumin e formoni, por jo një brum teje të fortë, pra të jetë pak i butë. Dhe pasi brumin që ta formojmë, atëherë do ta la brumin që të pushoj mirë në temperaturë dhome, për afërsisht ndoshta për 1 orë, besoj që do ta kena gati. Varet nga ambienti ku qëndron brumi, gjithmonë edhe koha varet. Edhe pasi që krejt tash është gati, edhe brumi është dyfishu, po e marrim brumin edhe po e lam në tavolinën e punës. Tash brumin do ta ndajmë në 2 pjesë të barabarta. Sepse unë po përgatiti samuna që i kanë përgatit më herët, apo ndryshe është e njohur si bukë mazdore, kështu njihet, pra për ata që përgatisen. Unë po mundohem me paraqit para jush këtë recetë, por shpresoj që do bëhet edhe buka ashtu siç duhet të jetë. Vazhdojmë edhe formojmë kuleç, pra 2 kuleç. Pasi kuleçt i kena formu, tash vazhdojmë edhe me njëherë i qelim pak me dorë, por tash s'ka më rëndësi sa marrim 1 letër përpjekje dhe shtojmë pak miell e mandej i vendosim kuleçt. I ktheni nga ana tjetër, edhe tash me dorë i qelim pak
Brumi pra është i butë, edhe shumë kollaj qelet, po e shikoni i shtypim nga pak kështu me dorë edhe ju japim formën e rumbullakët. Pasi që të veprojmë kështu, do t'i mbulojmë samunat edhe do t'i la kështu që të pushojmë për së paku 20 minuta, derisa brumi të filloj edhe sërish të dyfishohet. Shtojmë nga pak miell edhe i mbulojmë. Presim që brumi të pushoj sërish, e në ndërkohë po marr tepsien ku kam e bë pjekjen e bukës edhe do ta vendosi në furrë që të nxehet në temperaturë 250 gradë. Pasi që furra e shporetit të nxehet, por edhe tepsia, tash marrim samunin e parë edhe duhet që ta hedhim tek tepsia e nxehtë. Edhe tash vazhdojmë e hedhim tek tepsia që e kena nxehtë. Tepsia është e nxehtë val, nuk e kena lime asgjë, as me vaj as me gjalp, edhe po e hedhim tash këtu drejt në tepsi. Pastaj i bëjmë disa vrima tek buka që mos na çohet shumë kore, edhe do ta shtim në furrë në temperaturë 250 gradë. Parafërsisht për 13 deri në 15 minuta buka do ta kena gati. Tash buka është e nxehtë edhe korën e ka të fortë. Mirë po, ne do ta lajmë me një herë edhe do ta mbulojmë mirë që kjo të zbutet edhe të bëhet pambok. Vazhdojmë tash e hedhim edhe kulaçin tjetër, pra bukën tjetër që e kena këtu. E shtojmë tek tepsia e nxehtë, pra e kthejna edhe vazhdojmë sërish e shpojmë në disa vende edhe drejt në furrë. Pra thash në temperaturë 250 gradë për 13-15 minuta ju do ta kontrolloni. Edhe tash samunat janë gati, me një herë i vendosim këtu edhe i mbulojmë, i lajmë për 5 minuta që pak të zbutet korja, sepse është e fortë, edhe tash krejt në fund do ta shohim edhe rezultatin e bukës masdore. Kjo është një bukë që e kanë përgatitur më herët nënat tona dhe që ja vlen të provohet sepse vërtet do ju shijoj shumë. E shohim tash edhe korja është zbut, është tepër e mirë, e shishme edhe shumë ka aromë. Vërtet ja vlen ta provoni recetën. Tash po e la kështu për pak minuta dhe tani e shohim. Buka është tepër e mirë, është e butë, s'di qysh me ju tregu ndryshe, vetëm se tash më duhet me nda në mes për t'ju tregu si është bërë buka. Gjëna është me prej bukën kështu, sepse është shumë e nxehtë, edhe po e shprehni edhe avojt po dalin nga buka, bukë tepër e mirë, me të kënaq. Veç me pas speca me kajmak, do të kishte mjaftu për këtë iftar edhe këtë recetë të bukës. Shpresoj që do e përgatesni edhe do të na shkruani në koment. Kjo ishte edhe receta e bukës për sot. Shpresoj që ju ka pëlqy. E ne, miq të dashur, po vazhdojmë edhe me recetën tjetër për iftarin e sotshëm, e që është supë e përgatitur vetë në shtëpi. Vazhdojmë edhe me recetën tjetër. Në tenxhere po shtojmë pak vaj. Vazhdojmë shtojmë gjys qepe, 2 patate, 1 spec edhe 1 karrotë që e kena kalu në rende. Dhe tash krejt përbërësit po i hedhim në tenxhere. Vazhdojmë edhe krejt i kavërdisim nga pak. Shtoni edhe hudhër, pluhur ose 1 thelb hudhër dhe tash vazhdojmë i kavërdisim. Për 2-3 minuta, jo ma shumë. Po vazhdojmë po shtojmë edhe mish të pulës, pra 2 koma të pulës, edhe vazhdojmë i kavërdisim kështu
për disa minuta. Pastaj e shtojmë një domate. Shtojmë 2 lugë të mesme me veget. Po e përzim mirë që të filloj të kavërdiset pak edhe mishe. Tash e shtojmë ujin, 1,5 litër me ujë. Edhe kështu vazhdojmë, shtojmë edhe pak kryp, vetëm pak, mund të themi gjys luge të çajit me kryp. Edhe kështu po e la që supa të vloj mirë derisa mishi të zihet. Por nuk do ta ziej në temperaturë të lartë, po në një temperaturë pak më të urtë, kështu ngadal derisa mishi të zihet mjaftueshëm. Kur mishi të jetë zier, atëherë do të vazhdojmë edhe do ta bluajmë, pra të gjitha perimet që janë zier e që po i shikoni këtu. Mishin pasi është zier, do e largojmë anash edhe do ta ndajmë në pjesë më të vogla. Po vazhdojmë edhe perimet, po i bëjmë me blender. Dhe ju them se kjo recetë e supës do ju pëlqej të gjithëve sepse do shijoj shumë, pasi që aroma e perimeve është ajo që do jep shumë shije kësaj recete, por gjithashtu edhe mishin që po e shtojmë tash, pra mishi i pulës, që e larguam pak më herët, po e shtojmë tek supa. Mund ta leni kështu si një krem supë, tepër të mirë dhe të shishme, por nëse doni mund t'i shtoni edhe pak fide, edhe kështu do e përgatisni një supë shumë të shishme. Tash do t'a la që të zihet për 2-3 minuta, e pastaj do t'i servojmë të gjitha. Po e vreni miq të dashur që të gjitha recetat i kemi gati, tashmë edhe koha e iftarit po ofrohet. Neve na mbetet vetëm se t'ju përshëndesim dhe t'ju dëshirojmë agjërim të lehtë dhe të pranuar. Të gjitha agjëruesve, Zoti u apranoft agjërimen, lutjet edhe ju begatoft sofrat e juaja të iftarit. Tashmë çdo gjë e kena gati, veç po presim që të bëjmë iftar. Sarmat i kam shoqëru edhe me pak turshi që e kam përgatitur vitin që shkoi, edhe tash krejt janë gati. Vetëm se na mbetet t'i provojmë recetat. Na bëf mirë edhe ki iftar. Nëse e provoni recetën, unë besoj që të gjithë ta pëlqejnë. Këto ishin të gjitha recetat që kishim përgatitur për sot. Me recetat tjera na ndiqni në kanalin tim në YouTube, Ida Roma, në TikTok dhe në Instagram. Vetëm se ju përshëndes deri në ditën tjetër të iftarit. Mirëmbëjtje.